Të nderuara deputete, të nderuar deputet, të nderuar të pranishëm, në salë jemi 75 deputet. Mund të vazhdojmë pra me seancën konstitutive. Vazhdojmë të pika e 3, zgjedhja e kryetarit të kuvendit. Në 13 qershor 2025, subjektet politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK-Nisma nuk kanë propozuar antar për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Për formimin e Komisionit Zgjedhor nuk pati kvorum për vendimarrje, andaj ftoj PDK-n të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj LDK-n të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj listën serbe të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj AK-Nisma të propozoj një deputet për antar të komisionit. Nuk ka propozime. Lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? E 5 deputet kanë dhënë votën për, kundër ka qenë 1 deputet, abstenim nuk ka, nuk kemi kvorum, ndërpritet seanca, shihemi me 17/6/2025 në orën 10.